Alba Story prezanton. Përshëndetje për të gjithë shikuesit. Jam një vajzë 24 vjeçe dhe jam rritur në një familje të madhe shqiptare, ku të gjithë njihen me njëri tjetrin, dhe ku fjala daj ka peshë të madhe, sepse daja për ne konsiderohet si prindi dytë. Dhe kjo është arsyeja përse këtë histori e kam mbajtur shumë gjatë brenda vetes, sepse nuk është e lehtë ta tregosh dhe as e lehtë ta kuptosh se si më ndodhi. Daja im, apo vëllau i nënës sime, pra daja më i vogël, që edhe ai kishte 30 vjet, ishte më i vogël nga të gjithë, dhe gjithmonë ka qenë më i afërti me mua. Ishte më i afërti që para shumë vitesh, me merrte me vete, me blinte gjëra dhe me fliste ndryshe nga të tjerët. Me fliste jo si një mbes, por si një njeri, dhe kjo gjë atëherë me dukej normale, sepse kështu janë daja tek ne. Kur u rrita dhe fillova edhe studimet, fillova të vereja disa gjëra që më bën të ndihesha në siklet. Por nuk i vura shumë rëndësi, sepse nuk doja të mendoja keq për dikë që e kisha dashur gjithmonë si daj. Por ai filloi të më pyeste më shpesh për jetën time. Më pyeste për djemt, për shoqërinë e për gjëra që nuk i fliste askujt tjetër në familje. Por daja më thoshte gjithmonë, mos i trego askujt se çfarë flasim së bashku, sepse këto duhet të mbeten mes nesh. Në fillim mendoja që ishte thjesht kujdes i tepëruar, por me kalimin e kohës, fjalët filluan që të ndryshonin. Filloi të më thoshte që isha rritur, isha bërë 21 vjeçe dhe që isha bërë më ndryshe. Nuk e di çfarë kishte në mendje. Më thoshte që ti ke diçka që nuk e ka asnjë vajzë tjetër. Dhe këto gjëra filluan të më rëndonin, sepse nuk i prisja nga ai. Një ditë më tha që nuk i pëlqente kur dilja shpesh. Më tha që as nuk i pëlqente mënyra se si të tjerët më shikonin mua. Ai kishte parë ndonjë gjë dhe nuk i kishte pëlqyer atij. Aty ndjeva për herë të parë që diçka nuk ishte në rregull, sepse nuk ishte detyra e tij të më fliste kështu, por unë prap heshta. Situata të bën edhe më të shpeshta. Daja filloi që të më kërkonte të rrija më shumë me të. Të shkonim në lokale me vetëm dhe të mos i mirja shoqet e mia të studimeve me vete. Dhe ai gjithmonë e justifikonte duke më thënë: unë jam daja yt, dua të flas për jetën, të përgatis për jetën e ardhshme se si është bota. Por mënyra se si ai më fliste dhe se si më shikonte nuk ishte më ajo e një daje. Unë fillova që të shmangja takimet me te, dhe ai e kishte ndjerë këtë gjë dhe me çonte fjalë që po i largohesha nga ai, e që po ndryshoja, që nuk isha më ajo mbesa atij që kisha qenë më përpara. Por këto fjalë më bënin të ndjehesha fajtore pa qenë fajtore.
Një mbrëmje ndodhi ajo që më bëri të kuptoj gjithçka. Ai më tha hapur, më tha që kishte krijuar ndjenja dhe që nuk i kishte pasur me askënd më përpara. Më tha që asaj nuk kishte dashur, por ato ndjenja i kishin ardhur dhe që nuk dinte se çfarë të bënte, edhe madje ishte i vetëdijshëm që ishte mjaft gabim. Por si t'i largoja, më thoshte ai. Në atë moment, mu duk si kur toka mu hap poshtë këmbëve. Nuk bërtita dhe nuk i thash asgjë. Thjesht i thash që ai ishte daja im, dhe kjo gjë nuk mund të ekzistonte në asnjë mënyrë, dhe që duhet të ndalej aty, ndërsa daja vetëm heshti dhe më tha, e di, por me duhet që ta thoja të vërtetën. Pas asaj dite, gjithçka ndryshoi. Në atë kohë, isha 22 vjeçe, dhe kurioziteti më bëri që edhe të gaboja. Kurioziteti për roçkën e tij, që se dija as se çfarë ishte me të vërtetë. S'dija asgjë më përpara, por që më bënte gjatë gjithë kohës të mendoja për atë gjë. Ndoshta ishte mosha ime. Dhe pas një pauze disa mujore që se kisha parë dajen, fillova që përsëri të flisja edhe më shpesh me te. Shkonim në qendra tregtare. Shkonim për të bler gjëra dhe daja kishte mjaft lek dhe me plotësonte shumë dëshira që unë s'do kisha mundur as t'ja plotësoja vetës, sepse nuk kisha para për të bler gjëra shumë të shtrenjta. Ai kishte një banesë luksoze në kryeqytet, që rrallë shkonte vet, por mua mi kishte dhënë çelsat dhe unë shkoja me shoqet e mia të studimeve shpesh herë, dhe aty rrinim si të ishim në shtëpinë tonë. Një ditë, daja erdhi aty pa më lajmëruar. Atë ditë kisha edhe 2 shoqe me vete. Edhe pse banesa ishte mjaft e madhe dhe daja na tha, nuk ka gjë, rrini ju se mua nuk më pengonin. Shoqet e mia nuk qëndruan dhe më than, eja dhe ti të ikim, sepse kemi ndenjur mjaft. Por unë qëndrova, dhe këtu ishte ajo kthesa që u bë. Shoqet ikën dhe unë po përgadisja drekën për vete edhe për dajen. Daja si asnjëherë tjetër u çua dhe filloi të më ndihmonte. Më tepër rrinte duke më pyetur se si bëhet kjo e si ajo, sepse ai nuk dinte të përgatiste në kuzhinë. Por për çdo pyetje që më bënte, më qëndronte shumë afër, dhe nga që kuzhina ishte shumë e vogël, më duhej ndonjëherë të përkulesha për të shikuar burekun në furrë, sepse isha duke përgatitur një burek. Në fakt, e kisha përgatitur, thjesht po prisja që të piqej në furrë. Shpeshherë shikoja në furrë nëse bureku ishte pjekur apo jo, dhe kur e pash që ishte koha për ta hequr burekun nga furra, u përkula të hapja furrën dhe aty mi hoqi, dhe futi njëshin e tij në klapa. Ktheva kokën dhe e shikova. Nëse doni të ndëgjoni historinë deri në fund, bëjini videon like, a nëse nuk doni, abonohuni ose bëjini subscribe.